Nga shtatori qytetarët do të paguajnë më shtrenjtë gjatë udhëtimit me autobuzët privat. Bileta nga 25 denar do të shtrenjtohet në 35 denar dhe ky çmim do të vlejë për të gjithë autobuzët. Përveç kësaj, risia tjetër është se nga shtatori fillon aplikimi i kartelave elektronike në vend të atyre të letrës. Një pjesë e shoferëve të autobusëve privat thonë se nuk dinë se a do të ketë rritje të çmimit. Sipas tyre nga shtatori, ata do të paguhen vetëm për kilometrat që bëjnë, ndërsa pjesa tjetër e fitimit shkon në arkën e qytetit të Shkupit. Ne nuk jemi të informuar me rritjen e çmimit, ne vazhdojmë me çmimin e vjetër, por vetëm jemi të informuar që qyteti do të na paguajë me kilometër, ku do të thotë që më 1 kilometër do të paguhemi 50 apo 55 denar, kurse përfitimet që do të mbledhim do të jetë për qytetin. Pronarët e autobusëve privat ankohen se nëse fitimin më të madh e merr qyteti i Shkupit, atëherë kush do të mbulojë harxhimet për mirëmbajtjen e autobusëve? Zyrtarisht, bazuar në marrëveshjen, ajo që do të nënshkruhet në 5 vitet e ardhshme, sa i takon mirëmbajtjes së autobuseve, një pjesë është llogaritur për pagesë në kilometër. Pra është një formulë paksa e ndërlikuar, kur hyjnë shpenzimet që dalin, duke filluar nga paga për shoferët, tatimet, kontributet, mirëmbajtja e autobuseve, amortizimi i tyre e kështu me radhë. Nga ndërmarrja e qarkullimit publik, theksojnë se me sistemin e ri të kartelave elektronike do të evitohen shtyerjet dhe do të shkurtohet koha e hyrjes së udhëtarëve në autobus. Në rast se dikush nuk posedon kartel elektronike, atëherë shoferi bën pagesë dhe udhëtari i jep llogarim fiskale. Këto ndryshime do të aplikohen nga muaji shtator. Një pjesë e autobusëve privat kanë vendosur pajisje elektronike për pagesën e biletave. Ata theksojnë se kanë paguar nga 1.400 euro për blerjen e tyre, por megjithatë, projekti ende nuk ka filluar.